12 gjëra që një person inteligjent stoik nuk i thot ose nuk i bën kurrë. Përshëndetje, miq të mi të dashur. Sot dua të ndaj me ju një temë që më ka ndryshuar jetën, filozofinë stoike. Imagjinoni një jetë ku nuk humbni kohë me drama të panevojshme, ku çdo fjalë dhe veprim reflekton forcën tuaj të brendshme, ku jeni zot të emocioneve dhe marrëdhënieve tuaja. Stoikët e lashtë si Seneca, Epictetus dhe Marcus Aurelius na mësojnë pikërisht këtë, si të jemi inteligjent jo vetëm në mendje, por edhe në zemër dhe veprime. Sot do të flasim për 12 gjëra që një person inteligjent stoik nuk i thot ose nuk i bën kurrë. Këto nuk janë rregulla të rrepta, por parime që ndërtojnë një jetë të qetë, të respektuar dhe të plotësuar. Do t'i shpjegojmë secilën me shembuj nga jeta e përditshme, citate nga stoikët e mëdhenj dhe këshilla praktike që mund t'i aplikoni menjëherë. Nëse jeni duke kërkuar mënyra për të përmirësuar komunikimin tuaj, marrëdhëniet ose vetë kontrollin, kjo video është për ju. Le të fillojmë me pikën e parë dhe ju ftoj të merrni një laps dhe letër ose thjesht të reflektoni thellë. Abonohuni nëse doni më shumë përmbajtje si kjo dhe aktivizoni zilen për të mos humbur asgjë. Gati? Vazhdojmë. Pika 1. Nuk përhap thashe theme ose nuk flet keq për të tjerët. Pse? Sepse të flasësh keq për dikë që nuk është i pranishëm tregon më shumë për karakterin tënd se sa për atë të personit tjetër. Kjo veprimtari e vogël dëmton reputacionin tuaj, minon besimin në marrëdhëniet tuaja dhe krijon një mjedis toksik rreth jush. Stoikët e dinin mirë se gjua është si një shpatë, mund të lëndojë pa u kthyer kurrë mbrapsht. Epictetus, një nga stoikët e mëdhenj, thoshte, të flasësh keq për të tjerët është shenja e një mendjeje të dobët dhe të pasikur. Imagjinoni një situatë, jeni në një darkë me miq dhe dikush fillon të flasë për një koleg që ka bërë një gabim në punë. Në vend që të bashkoheni, një stoik ndryshon temën, le të flasim për diçka pozitive sot, si suksesi ynë i fundit. Kjo jo vetëm që ju bën të dukeni më të matur, por edhe ndërton lidhje të vërteta. Në praktik, para se të hapni gojën për dikë tjetër, pyesni veten, a do ta thoja këtë nëse ai ose ajo do të ishte këtu? Kjo pauzë e thjesht do t'ju shpëtojë nga keqkuptimet e mëdha. Provojeni sot, do të ndjeni lehtësimin e menjëhershëm. Pika 2. Nuk flet me impuls apo në zemërim. Fjalët e thëna në ndikimin e emocionit të fortë janë si armë që nuk mund të tërhiqen, ato lëndojnë thellë dhe lënë shenja të përjetshme. Një person inteligjent krijon gjithmonë një pauzë mes stimulit dhe reagimit, duke e kthyer zemërimin në mundësi për reflektim. Marcus Aurelius, perandori stoik, shkruante në meditatat e tij, në zemërim ne humbasim arsyen tonë, bëhuni si një shkëmb i palvizur ndaj valve. Mendoni për një grindje me partnerin tuaj, në vend të bërtitasësh ti je i padobishëm dhe nuk më kupton kurrë, merrni një frymë të thellë dhe thoni, le të flasim kur të qetësohemi të dy. Kjo jo vetëm që shpëton marrëdhënien, por edhe ju bën të ndiheni më të fortë brenda. Këshilla ime praktike, përdorni teknikën e 10 sekondave, numëroni në mendje para se të flisni. Me kalimin e kohës, kjo do t'ju bëjë zotër të plot të fjalëve tuaja, duke evituar keqardhjet e panevojshme. Është një fuqi e vërtet, miq. Pika 3. Nuk thot gënjeshtra. Edhe ato gënjeshtra të vogla të bardha që duken të parëndësishme ndërtojnë gradualisht. Një burg ku besimi me të tjerët dhe me veten humbet pak nga pak. E vërteta, sado e pakëndshme apo e vështirë, është investimi më i mirë afatgjat për marrëdhënie të shëndetshme dhe një ndërgjegje të pastër. Seneca, filozof i madh stoik, e thoshte qartë, gënjeshtra ndërtojnë mure, ndërsa e vërteta ndërton ura. Imagjinoni një shembull të thjeshtë, një mik ju pyet pse nuk shkoni në një festë dhe në vend të gënjeshtrës ishte e mërzitshme, nuk ja vleti, thoni, nuk arrita të vi, por më vjen keq që nuk isha aty me ju. Kjo krijon sinqeritet dhe lidhje të thella, jo dyshime. Në jetën e përditshme, kur ndjeni tundimin për të gënjur, kujtoni, çdo gënjesh shton një tull në atë, mos zgjidhni lirinë e sinqeritetit, do të ndiheni më të lehtë dhe më të besuar. Provojeni në bisedën tuaj të ardhshme. Pika 4. Nuk ndan detaje intime të jetës financiare. Në shoqërinë tonë moderne, ku të gjithë duan të shfaqen ose të krahasojnë, zbulimi i pasurisë suaj ose i vështirësive financiare mund të tërheqë zilin nga miq, shfrytëzim nga të panjohur ose edhe keqardhje të panevojshme që komplikojnë marrëdhëniet. Stoikët na mësojnë diskrecionin si një mburojë e pathyeshme. Epictetus këshillonte, mbaj sekretet e tua si thesarin, mos i ekspozo ndaj syve të uritur. Mendoni për një darkë familjare, në vend që të thoni pata një bonus të madh këtë muaj, blija makinën e re për 50.000 euro, thoni thjesht, jam i kënaqur me punën time kohët e fundit. Kjo shmang tensionet dhe ju lejon të fokusohesh në atë që vërtet ka rëndësi. Praktikisht, para se të ndani diçka financiare, pyesni veten, a ndihmon kjo marrëdhënien time apo e komplikon? Shpesh, heshtja është më e arta. Kjo ju mbron dhe ju bën më të mençur. Pika 5. Nuk i përgjigjet provokimeve.
Shumë njerëz kërkojnë vëmendje dhe reakcion përmes konfliktit, një kont i nulsi në rrjete sociale, një fjalë e ashpër në punë. Por një person inteligjent stoik e kupton se të injorosh një provokim nuk është frikë, por strategji e zgjuar. Jo çdo betejë meriton të luftohet, sepse energjia juaj është e kufizuar. Marcus Aurelius e thoshte, jo çdo betejë meriton luftë, zgjidhni paqen si fitoren më të madhe. Shembull, dikush ju provokon në një debat online me fjalë të rënda. Në vend të përgjigjeni me zemërim, thjesht injorojeni ose bllokojeni, kjo I merr fuqinë provokatorit dhe ju kursen kohë për gjëra të vërteta. Këshilla, përdorni rregullën e 5 sekondave, mendoni, a ja vlen kjo energjia ime? Shpesh, përgjigjja është jo. Kjo ju bën të pathyeshëm emocionalisht. Pika 6. Nuk zbulon planet e veta të ardhshme në detaje, para të gjithëve. Jo të gjithë njerëzit rreth jush dëshirojnë vërtet suksesin tuaj, disa mund të bien në dyshime, kritik ose energji negative që dobësojnë entuziazmin tuaj të brendshëm. Stoikët na këshillojnë të mbajmë plane të brishta si farat në tokë, duke I ndarë vetëm pas fidanëve të parë. Seneca shkruante, mbaj entuziazmin tënd të pastër, mos e kontamino me dyshimet e të tjerëve. Imagjinoni, keni një ide të madhe për një biznes të ri. Në vend që t'u thoni miqve do të hap një kompani nesër dhe do të fitoj miliona, thoni, po punoj në diçka emocionuese, do t'ju tregoj kur të jetë gati. Kjo mbron motivimin dhe ju lejon të avancosh pa pengesa. Në praktik, shkruajini planet tuaja në një ditar privat, aty ato rriten të sigurta. Kjo është mençuri stoike e pastër. Pika 7. Nuk ankohet vazhdimisht. Të gjithë ne përballemi me vështirësi, trafiku, puna e rëndë, probleme familjare, por ankesat e vazhdueshme nuk I zgjidhin. Ato vetëm stërvisin mendjen tuaj të shoh botën si një seri problemesh të pafundme, duke ju zhytur në negativitet. Stoikët na mësojnë të fokusohemi në atë që kontrollojmë, reagimin ton. Epiktetus thoshte, ankesa stërvit mendjen për probleme, zgjidhni mirënjohjen si armën tuaj. Shembull, në vend të thoni kolegëve punet mërshme sot, shefi është I çmendur, thoni, çfarë mund të bëj unë për ta përmirësuar situatën time sot? Kjo ndryshon perspektivën nga viktima në krijues. Praktikisht, çdo mbrëmje listoni 3 gjëra për të cilat jeni mirënjohës, kjo ridrejton mendjen tuaj drejt dritës. Provojeni për një javë, do të ndjeni transformimin. Pika 8. Nuk tallet me të tjerët. Ata nuk tallet me të tjerët, qoftë me ironi apo sarkazëm. Këto duken si humor I lehtë, por shpesh fshehin mizori dhe ndajnë njerëzit në vend që t'i bashkojnë. Një person inteligjent stoik e di se humori I vërtet ndërton ura, jo mure, dhe respekton dinjitetin e secilit. Marcus Aurelius e thoshte, humori I vërtet bashkon, mos e përdorni për të lënduar. Mendoni për një bisedë me miq, në vend që të tallni me një gabim të dikujt, ti je si një fëmijë I humbur, thoni, më ka ndodhur edhe mua kjo, le të qeshim bashkë me të. Kjo krijon intimitet dhe buzëqeshje të sinqerta. Këshilla, para se të thoni diçka sarkastike, pyesni, a ndihmon kjo lidhjen tonë? Nëse jo, zgjidhni mirësinë. Kjo ju bën jo vetëm të mençur, por edhe të dashur. Pika 9. Nuk bën premtime boshe. Në një botë të mbushur me fjalë boshe dhe premtime të pambajtura, një person që mban fjalën është si një diamant I rrallë dhe I vlerësuar. Çdo premtim I thyer cënon besueshmërinë tuaj, duke e bërë të vështirë rindërtimin e saj më vonë. Seneca e shprehte, fjala jote është nderi yt, mos e shit me pak. Shembull, një mik ju kërkon ndihmë dhe në vend që të thoni do të telefonoj nesër dhe ta harroni, thoni, do të përpiqem ta bëj, por më thuaj nëse nuk arri. Kjo krijon pritshmëri reale dhe forcon besimin. Në praktik, premtoni vetëm atë që keni 100% siguri se do ta bëni, kjo ju bën të papërsëritshëm. Provojeni dhe shihni si njerëzit do t'ju respektojnë më shumë. Tani, te 10. Pika 10. Nuk tregon mungesë respekti ndaj bindjeve të tjerëve. Qoftë fetare, filozofike apo kulturore. Në kohën e polarizimit ku jetojmë, sulmi ndaj pikpamjeve të dikujt nuk tregon forcë intelektuale, por pasiguri të brendshme. Stoikët na mësojnë se diversiteti pasuron shpirtin ton, duke na hapur mendje të reja. Epiktetus thoshte, diversiteti pasuron shpirtin, mos e gjykoni, por kuptoni. Imagjinoni një debat me një familjar për politikë, në vend të bindjet e tua janë idiote dhe primitive, thoni, interesante pikpamje, pse mendon kështu? Më trego më shumë. Kjo hap dyert e dialogut dhe ju bën më të urtë. Praktikisht, praktikoni empati, si ndihet ai për këtë bindje? Kjo jo vetëm që respekton të tjerët, por edhe ju zhvillon. Është fuqi e vërtet stoike. Kalojmë te njerëzit e njëjta. Pika 11. Nuk trafto. Në sekretet e tjerëve. Kur dikush ju beson një çështje personale, ju jep një dhuratë të çmuar, besimin e tij, që është I brishtë si kristali. Një herë I thyer, është pothuajse e pamundur ta rindërtohet plotësisht. Stoikët e shihnin këtë si detyrë të shenjtë të integritetit.
Marcus Aurelius shkruante, besimi është dhuratë e çmuar, trajtojeni si thesarin tuaj. Shembull, një mik ju tregon një problem intim në marrëdhënie. Në vend që ta ndani me të tjerët, e di çfarë më tha, thoni, faleminderit për besimin, do ta mbaj sekret siç meriton. Kjo forcon lidhjet tuaja. Këshilla, trajtoni çdo sekret si një betim, mos e shkelni kurrë. Kjo ju bën të denjë për besim të madh. Pika 12. Nuk ndan gjithçka në rrjetet sociale. Jemi në epokën e ekspozimit digital ku çdo moment duket si nevojë për vërtetim publik, por stoikët na kujtojnë se disa gjëra janë më të çmuara kur mbeten private, ato nuk kanë nevojë për like ose komente për të qenë të vlefshme. Seneca e thoshte, private çmuar, mos e shit paqen tuaj për aplauze. Shembull, keni një ditë të bukur me familjen ose një arritje personale. Në vend të postimit të çdo detaji, ruajeni përditarin ose kujtimet tuaja. Kjo ju jep paqe të vërtetë, pa presionin e krahasimit. Praktikisht pyesni, a meriton kjo hapësirë publike, apo është e mjaftueshme për mua? Kjo ju kthen te thelbja e jetës. Përfundim. Miq të mi, këto 12 parime stoike, nga mospërhapja e thashethemeve deri te ruajtja e privatësisë, theksojnë vetë kontrollin, integritetin, respektin dhe mençurinë e brendshme. Ato nuk premtojnë një jetë perfekte, por një jetë më të vetëdijshme, ku ju jeni kapiteni i anijes suaj. Cila nga këto pika ju preku më shumë? Komentoni poshtë, pëlqeni videon dhe ndajeni me dikë që ka nevojë për këtë dritë. Faleminderit që na ndoqët deri këtu, qëndroni stoik, qëndroni të fortë. Deri në video tjetër, kujdesuni për veten.